Jam Elmie Thaçi. Unë mirë me rrëbaqepsi ma shumë, po kryesisht qëndisje. Kam dyqanin tim, punoj në regionin e Hasit unë. Kjo vjen anena, ato atë gjemedalin atje kom punu unë, edhe këto shë i kam këtu për para. Disa baj edhe punë dore, po ma shumë me rrëbaqepsi, me qëndisje, kryesisht. Punët e mia janë të kërkume, se i punoj qysh t'i lyp tregi tash. Edhe në atë regionin ku jam, me kanë atë veçën e Hasit që i thuhet, unë i punoj disa pjesë. Edhe kam kërkesa dhe jam me knashne me shitjen e tyne, me këto produkte që i kam, jam e knashne. Mirë është. Me këto të mijat jam rahat. I ceke, për shembull, disa prej këtyre punime janë zakonisht punime pe rajonit Hasit. Hasit, po. Çka dallon për shembull një punim pe ma shembull një elek për femra, ose të më shkojnë në kolidhje të Hasit me një rajoni tjetër? Ka shumë dallim se këta e kanë rujt traditën, e kanë rujt shumë është hershme edhe unë e kom baj improvizim edhe shkon shumë asi se janë me qëndisje me dorë këto. Që unë sot se kom pru, po ato banë me dorë. Edhe veshja këtyne këta e kanë rujt originalin. Për ata edhe është e kërkume edhe rujnë edhe veshin edhe tash edhe është edhe për në UNESCO ku janë të se kanë rujt shumë traditën. S'ka dy cila treva në Kosovë e rujnë sa kanë rujt këta. Unë e punej disa pjesë këtyne. Unë kom marrë pjesë shumë herë në festivalin Hasi e Han, është tradicional. Nëse nuk gaboj, po, në Gjonaj, nëse nuk gaboj edhe ansambli Katarina Josipi, është i Zymit, Hasit, po njëra për tyre, nuk e di është qaj ansambl që vesh ka hyë, Malsori, po, Malsori. Ata veshjet i kanë dame, Katarina Josipi e kanë veshjen tjetër, Hasit e kanë. Por festivali, një për festivali e di që ka hynë tash në kodër trashëgimisë, diçka edhe tash është... Hasi e hanë është Gjona i Tasë që të jamon, që të punoj. Unë di me thonë vështë lumë shindurët edhe më se nalë në këtë punë, se është punë me belerë. Që e ka veshë ata e ka po, kena ingjizu ma herët, kena me ingjizu prapë, sigurisht, po, të lumë shindurët. Faleminderit shumë. Për juve dhe për besnikët që në ka shtu. Përshëndetje, quhem Hatigje Qollaku, më përse jam simdhënëse biologe. Po ashtu poetë dhe falenderoj Graçën për krahin edhe me botimin e librave, përveç pundoreve. Ndërkohë, jam nga rejoni i Hasit dhe shfrytëzoj rastin që të prezentoj disa nga punët e grave të Hasit. Përveç veshjeve tradicionale të cilat janë të pa çmuara, ato që vinë nga dora me qëndisje, qoftë ato me kryqa, qoftë të vekut, qoftë me rruza, e qëfar do punime që janë dhe sot po moderohen dhe po marrë një traj tjetër përveç veshjes kombëtare që ruhet e gjallë dhe kultivohet si nga shoqëria Malsori dhe gratë hasiane, po ashtu Katarina Josipi, apo dhe shoqëria kulturore që është në Romaj të Hasit, dhe gratë e mbajnë të gjallat veshje, përveç tyre ato punojnë edhe pundore tjera, për shembull si që janë punimet me rruza, që kanë nga kategori të ndryshme, punimet të cilat janë po ashtu pelhur, por të rimodeluara për mbulesa të ndryshme tavolinash, ja të rimodeluara me punime shumë të bukura, që prezentohen të kombinuara, pastaj po ashtu edhe këto me rruza të punuara të rimodeluara për tregun që i kërkon, punime nga gjyshe tona mbi 80 vjeçare që ruhen me traditën, po ashtu rimodelimi, për shembull ja një gobleni që sot rimodelohet dhe bëhet si e kërkon tregu. Unë vetë punoj shumë pak, punoj në kohën e lirë ku kam kohë, por këtu jam si njëra nga ato që dua t'i ndihmoj gratë që punojnë në fshat dhe t'ja plasoj në treg nëse ka mundësi punimet e tyre. Po më vjen mirë mas forë që punën e librave, ju keni shku, keni mbo për mbledhje këtyne, sidomos të punimeve vjetra,
më duk the ashtu? Jo, unë punimet e mia i kam të orientuar në poezi krijime, megjithëse në poezit e mia shkruhet edhe veshja e hasit, shkruhen traditat të gjitha, ne nuk kemi ku i ikim ty në gjanave, por arti i të punuarit të veshjeve të hasit tin me mendu dhe me kriju edhe art tjetër. Dhe kur e gjen veten me shoqëri të tillë që nga gjitha trevat e shprehin artin e gjitha grave tona, duart e art atyre që kanë kriju ndër shekuj, ndër vite, atëherë ndjehesh e privilegjume për gjithë këtë punë dhe gjithë këtë art që ndodhet në trevat tona. E përmene vekun, Po. a ko sot, me ma shamë në treve në hasit, Po. gra që punojnë me vek? Po, ka të reja, janë disa qendra të cilat të punojnë, gratë dhe veshja është e gjallë, sepse sipas traditës, së pari në zymë të hasit, ku veshja e zymi dallon pak për nga forma e brezit kollanit, të besimit katolik dhe e besimit musliman, si që jam unë, që nona ime ka kollanin pak më të gjanë dhe veshja ndryshon, dhe në rajoni hasit tjetër që vishet, ato i punojnë edhe çdo dasëm nuk bëhet pa veshjen kombëtare, është dita kur gjitha i veshin veshjen kombëtare dhe pastaj nusja është e detyruar të ketë një veshje kombëtare që duhet ta vesh një ditë pas dasmës. A di çka kam një xhelozi tek hasjant? Po. Sa herë që prezantojmë në festivale ndryshme, çdo herë e morën shpimin si veshja më e mirë. E po, është veshje shumë e vjetër, i ka rënjat shumë të vjetra, dhe për fat ajo është trashëguar dhe sot e kësaj dite e gjallë dhe po rimodelohet, gjë që në aspektin e historikut ndoshta ja prish pak estetikën e asimetrisë që karakterizon gjuhën e simboleve që e ka qëru në vete, por të rejat mbase rimodelojnë dhe e veshin, edhe kjo është një diçka pozitive që neve na frymëzon. Ka gjallëri, ka ngjyra, ka koloritet. Brenda asaj, art. Sa i përket veshjeve, unë e di që ka shumë lloj veshje, sidomos tek ne shqiptarët kemi lloj-llojshmëri ndryshme. Secila është më e mirë se tjetër. Po. Kur shikon tjetër, thua kjo është kjo më e mirë se tjetër. Tek ato simbolika që the, paraqiten na për veshje, na për rreth brezit, rreth dikush i thot përporse, dikush i thot pshtellak, kanac, dikush zavjaq, dikush ka emërtime ndryshme, po dihet për një element që bëhet fjalë. Ka figurat ndryshme të cilat janë trashëguar, secila ka një karakteristikë të vetën. Ka gjuhën e vet, ka tregu status, ka tregu edhe sot e kësaj dite gjenden ende të gjalla dhe për këtë po bëhet luftë që mos shkojnë të punime dhe të futen në UNESCO edhe të bëhet një muze i veshjeve të hasit, mbasa i kemi llojet e veshjeve për një nuse të re, për një nuse që ka kalu një vit, për një nuse që ka lind fëmijë, për një nuse që është e ve, për dikon që është në zi, për një nën gjyshe e vjetër. Kemi materialet nga më të ndryshme të veshje, që nga leshi kur janë përdorur deri sot pambuke, materialet që janë fut me kohën të moderuara, rruza e çfarë do, apo të mënyra gjendisjes e punimit të vekut. Rreth 12 lloj veku, është 12 lloj pelhurash janë dashur punohen për me bën një veshje tradicionale hasiane dhe për atë arsye sot çmimi i saj është shumë i madh pavarësisht nga karakteristikat.